Mirëmbrëma të dashur miq të emisionit prive kudo që jeni duke na ndjekur, shpresoj që keni kaluar mirë gjatë këtyre ditëve festive e ne jemi kthyer sërish bashkë që çdo të shtunë të kalojmë minuta në vazhdim me materialet të cilat ne I përgatisim enkas për ju, për ata të cilët ju mezi prisni të sheni. E mbrëmjen e sonë me nisim me një histori e cila ka të bëjë me këngëtaren Arta Bajrami, ajo vjen sonte në prive së bashku me vajzën e saj të posalindur, cilat janë të reja dhe a do t'i rikthehet muzikës, e kuptojmë bashkë nga materiali I Vloriana Lilet. Kot fol ti tash, din mirë muar se tu 2017 nuk ishte viti më I miri mundshëm për shumë kë. Madje edhe astrologët në fillim të tij kishin thënë që do të jetë I vështirë. Por këngëtarja Arta Bajrami ishte ajo që pati një humbje të madhe në poat vet. Babai I saj ndroi jetë nga një sëmundje më datën 18 tetor, kështu duke lënë një njoll të zezë e theksuar në zemrat e tyre për gjithmonë ky vet. Ka qenë një vit për zjavina shumë, domethënë ka pas ngjarje të ndryshme. Sa I përket muzikës u kanë ketë okej, çdo sen ka shku mirë, po tash jeta sfidon me shumë sene që ndoshta nuk I pret njeri. E kom pas një humbje të madhe në jetë që ka vdek babai. Domethënë ka vdek 3-4 ditë para ditëlindjes Viktorias, në 19 tetor, Viktoria ka me 25 tetor ditëlindjen. Unë kom qenë shtatzane edhe kështu që ka qenë një periudhë shumë e vështirë për mu, shumë. Edhe menesha që s'ka me mujtë me I kalu qato kohë, qato ditë vështira që I kom pasë, po me lindjen e vajzës tash më ka kalu krejt, më thonë ka fillu një kapitull I ri për mu, edhe shqyqër po njina shumë mirë. Vetëm humbje nuk ishte për këngëtaren. Ajo u bën nën për të tretën herë edhe tani ka vetëm 15 ditë nga lindja e vajzës së dytë e fëmijës të tretë të saj që pagzoi me emrin Elektra. Unë I du I kam fëmijët e mi, edhe kështu që kam mundu ma të mirën me bo për ta, me gjithë kohën normal për fëmijë mas pari, edhe muzikës gjithsesi s'ka me lanë anash. Mes djalit, idealit dhe vajzës Elektra është një dallim fare I vogël në moshë. Arta e solli fëmijët e saj një pas një në këtë botë. E ka apo jo ndërmend të nis tjetrin. Interesant si po bëj ki fëmija I tretë tani po të vetshna, a ki me bu hala. Edhe krejt po m'pysin, unë s'muj me thani ju, se prej Zotit nuk dihet, domethënë çka mundet me ndodh, po këta tre është nëse mirë, inshallah janë këta rritën mirë edhe që kaq, ma shumë s'muj me fol kur gjo. Edhe pse të vegjël mund të jenë xheloz me vete, e të bëjnë probleme kur në pyetje është ndarja e dashurisë së prindërve. Karakteret e tyre mund të dallojnë. Po Viktoria karakter temperamente, senzitive, kështu shumë e mëshme është inteligjente jashtëzakonisht, edhe ndihmon shumë, është shumë bashkëpunëtore me mua, domethënë në krejt senet e djali është pak më ndryshe normal. Djem, pak dallojnë te normal te vajzave. Ai është ma I qetë, kështu po është ma energjik, shumë është I gjallë. Kështu që tash për Elektrën se di njëherë po kanë edhe që ka fakt, po se shohim. A fillon vogën edhe në moshën apo të vojma? Nuk thunë pengojnë shumë, për I thunë plako. Apo të më bo këngëtare si nana? Po. Apo të më bo diçka tjetër për gritur, se po shoh bajege me të dzita me të senë, kanë një partive vogël. A ki qef momit? Po. Apo, si ona? Po si më bo këngëtare, a? Po. E përshë më t'i bo kante? Po jam. Edhe pse pak ditë pas lindjes, këngëtarja duket mjaft mirë se përket trupit. Kjo ndoshta ka edhe sekretin e saj. Po bre, po që dit nga vetë, s'po di. A beson bashku po më nëjshë me rujt vetë, ose me më kujdesë shumë, ka njerë s'po më ishe me arritën. As nuk kom mendu në atë aspekt, ma shumë më kujdes të vajza, djallin që kom të vogël, edhe s'po di, mirë, shqyqër që jo mirë, po do këta mirë, falinderit, edhe po tash do të me punu nësa pala për nërë, ta më në formë që është duhet. Është e vështirë të jesh nën karrieriste e njëkohësisht të përkushtohesh për 3 fëmijë që nuk është se kanë dallim të madh në moshë.
Por arta, profesionit të saj nuk do t'i jap fund përkundër vështirësive. Unë faktikisht nuk më me thonë që kam një farë rikthimi, se unë dy këngë i kom realizu këngën e fundit që e kom bo, e kom qenë mujnë e 5-7 zone, edhe kështu që nuk është për shumë mati që e kom realizu. Nuk më me thonë rikthim, po dashti do të me punu diçka normal që do të me punu, dashti do të me gjetë edhe kohë normal. Se kom bo plan që shkom ja bo, të kom ja bo, po e di që do nga mi bo do këngë, se publiku po mi kërkan. Edhe unë në qatë moment kur së më kërkan publiku, nështë asë atëherë s'kom qatë me dalë edhe mju imponu publikut. Por deri sa publiku më lypë dhe ka qefën e me qenë afër tyre, do të bëjt pa mundër në dhe mi bo këngët. Është këngëtare të gjitha zhanreve dhe shumë hiteve. Kjo ja bën më të lehtë të qëndrojë në tregun muzikor që kemi. S'pedi, unë kom bo shumë eksperimente dhe kam qef me bo muzikë diçka, s'pedi, se më duket gjithë njëjtë, më duket boring diçka një zhandër i njëjtë. Unë qysh e din krejt që mas shumë t'i kom eksperimentu muj me thonë, lloj zhandre, R&B, folk, techno, house, hip-hop, popullore, krejt zhandret i kom këndu. Edhe krejt kom qenë e suksesshme, njerëzit i kam pranu, i kam pëlqy normal kiti që një grup njerëzish i dojnë një zhandër caktum. Po tash besoj që do të bujmë diçka folk, moderno, diçka, do më thonë që ajo arta që ma shumë njohin publiku për kohën e fundit po foli. Edhe që është diçka, do të bujmë diçka interesant, po s'moj me thonën se nështë atu punu diçka në studio del diçka ma e re, diçka ma revolucion, diçka edhe unë e bëj tani, si të më pëlqen, që ato e vendosi. Pas që ishte me barë dhe nuk u shfaq askun për një kohë të gjatë, Arta për fund ka disa manete për këtë vit të ri. Inshallah që këtë vit na shkon sa ma mirë, për krejt, për popullin shqiptar, sidomos, inshallah që bëhet mirë e ma mirë. Përgjithësi na jemi popull shumë me vullnet madh, s'dorëzohemi kurrë. Edhe kështu që besoj që ka me na shku sa ma mirë nëse punojmë non-stop edhe nëse kemi dashuri, jo urrejtje, jo xhelozi, çto sene. Hajde tash dalim, klubin e kallim.